Pas kronikës së Alsat, lidhur me mungesën e anesteziologëve në spitalin e Kumanovës, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se për momentin dërgojnë anesteziolog sipas nevojës, ndërsa paralajmëroi shpalljen e konkursit për pranimin e 300 specializantëve të rinj. Është e vërtetë që nuk ka i punësuar full time atje, por ama nëpërmjet kontratave neve dërgojmë atëherë kur ka nevojë spitali që të mund të ekzekutohen edhe të bëhen operacionet. Pra nuk është vetëm në Kumanov, ne kemi sfida edhe brenda në klinik, ku nga një klinik shkojnë anesteziolog në klinikën tjetër. Kjo është për një arsye, janë krijuar politika jo të bazuara në nevoja dhe të dhëna, por politika të bazuara në shoqëri dhe koneksione familjare, që si rezultat kemi një shëndetësi që kemi ndoshta ekspert dhe specialist në një fushë më shumë se sa na duhen dhe ekspert dhe specialist në fusha tjera që na mungojnë. Për mungesën e kuadrit mjekësor në klinikat e vendit, Aliu Fajin e hedh tek punësimet familjare nga udhëheqësia e kaluar, ndërsa për pritjet e stërzgjatura nga ana e pacientëve për termin në shumë reparte të shëndetësisë, Aliu tha se janë duke punuar në një sistem i cili do të jetë i lidhur me sistemin termini im, në mënyrë që pacientët të mos presin shumë gjatë. Во моментот 70% на пациентите на терцијално ниво се пациенти кои што според стручните експерти велат дека не треба да се процесираат на терцијално, туку на секундарно здравство. Но сепак на крајот на денот ние мора да имаме податоци и после ќе креираме систем. Системот ќе биде поврзан со мој термин, каде што ќе имаме јасно дефинирани протоколи како може пациентот да оде од примарно на секундарно и од секундарно на терцијално здравство. Aliu gjithashtu paralajmëroi edhe ndryshime kadrovike në sektorin e udhëheqësisë së klinikave shëndetësore, ndërsa nga ana tjetër promovoi kabinetin e hapur, ku qytetarët do të mund të caktojnë takime online me ministrin për të paraqitur ankesa dhe ide të tyre rreth shëndetësisë.